Përshëndetje, emri im është Florian Gjungshi me Red Eagle Law. Kjo video është për pauzën e lëshimit të vizave të emigrimit nga Departamenti i Shtetit në 75 vende. Pauzë e cila hyri në fuqi me 21 janar 2026. Ne po përgatitemi të depozitojmë një grup padi duke kundërshtuar ligjshmërinë e kësaj pauze në 75 vende, aplikuar klientëve tanë. Grup padia do të depozitohet në gjykatën e distriktit të Kolumbisë në SBA. Për të marrë pjesë në këtë grup padi, duhet të përmbushni 3 kërkesa. Ju keni një aplikim për vizë emigrimit të bazuar në punësim ose në familje, jo një aplikim të DV 2026, pasi ekziston një tjetër grup padi për këtë kategori. Duhet të keni depozituar tashmë formën DS 260 dhe të keni marrë një numër çështje të vizës së emigrimit. Nëse sapo e keni depozituar formën e DS 260 apo keni marrë ftesë në intervistën tuaj, jeni të kualifikuar për të marrë pjesë në këtë grup padi. Nuk duhet të jeni pjesëmarrës në një grup padi tjetër që kundërshton pauzën e vizave të emigrimit të këtyre 75 vendeve. Afati i rëndësishëm, për të marrë pjesë në këtë grup padi duhet të përfundoni regjistrimin me Red Eagle Law deri në 6 shkurt 2026. Ne planifikojmë të depozitojmë këtë padi me 20 shkurt 2026. Kjo grup padi, si të gjitha padit, nuk është e garantuar për sukses. Gjithashtu, kjo nuk do të jetë një padi kolektive. Kjo do të thotë se ne do të kërkojmë asistencë vetëm për paditësit tanë dhe jo për aplikantët e vizave të emigrimit që nuk marrin pjesë. Së fundmi le të flasim për kostën e pjesëmarrjes në padi. Tarifat e avokatit janë $2,000 për aplikimin kryesor dhe kjo mbulon të gjithë anëtarët e familjes, pa pagesë shtesë. Gjithashtu, kur ka 2 prindër aplikant për kategorinë IR5, ne tarifojmë vetëm për njërin. Kushtet e pagesës janë $1,000 me regjistrimin në padi dhe $1,000 paguhen vetëm pas hyrjes në SBA. Gjithashtu, pjesa e mbetur e pagesës mund të paguhet me 4 këste mujore për $250. Kini parasysh, nëse merrni pjesë në këtë padi dhe aplikantit kryesor për vizë në çështjen tuaj i lëshohet një vizë, ju jeni përgjegjës për pagesën e mbetur pasi ajo nuk është e kushtuar me marrjen e një urdhri gjykate të favorshëm. Nëse keni pyetje më teshme, na bëni të ditur. Nëse dëshironi të merrni pjesë në këtë grup padi, regjistrimi bëhet online nga faqja e internetit të Red Eagle Law. Mund të klikoni në linkun më poshtë për të filluar. Faleminderit për vëmendje.